Përshëndetje të dashur teleshikues, po fillojmë edicionin e lajmeve në televizionin 4+. Nga sot në rrugët e Lushnjës dhe në të gjitha rrugët e Shqipërisë ndalohen përkohësisht përdorimi monopatinave me vendim të Ministres së Punëve të Brendshme Albana Koçiu. Ku shkapet në qarkullim, policia i bllokon mjetin elektrik. Sot në rrugët e Lushnjës nuk ishte lëvizje të fëmijëve, të rinjve apo edhe moshave më të mëdha me monopatina, të cilat janë bërë shqetësuese për qytetarët. Duke mos pasur rrugë korsi ku ato të lëvizin, përdoruesit e monopatinave ecin me to në trotuaret e qytetit që janë për këmbësorët ose në rrugët ku qarkullojnë automjetet, duke u kthyer në rrezik të vazhdueshëm për aksidente. Ministri e Punëve të Brendshme Albana Koçiu në bashkëpunim edhe me drejtorin e Policisë së Shtetit Ilir Proda vendosi që prej ditës së sotme në të gjitha rrugët e Shqipërisë do të ndalohet përkohësisht përdorimi monopatinave apo atyre që njihen si skuterët elektrik. Arsyet e ndalimit të monopatinave përkohësisht janë rastet e shtuara të aksidenteve nga to, vetëm vitin e kaluar janë regjistruar 991 raste aksidentesh të shkaktuara nga monopatinat. Ishim në një takim me drejtorin e përgjithshëm të Policisë së Shtetit për të adresuar një shqetësim në rritje të qytetarëve sa i përket përdorimit të monopatinave elektrike. Kemi marrë një sër ankesash dhe raportimesh nga qytetarët rreth rrezikshmërisë që këto mjete përfaqësojnë, sidomos për të miturit apo të moshuarit që lëvizin në rrugë, por dhe vetë përdoruesit e tyre. Të dhënat e Policisë së Shtetit mbështesin këtë problematik në rritje. Ne kemi bërë një analizë të hollësishme në lidhje me këtë fenomen dhe kemi arritur në përfundimin që përdorimi i këtyre mjeteve po shkakton një rrezik imediat për sigurinë publike. Mjafton të përmendim faktin që vetëm gjatë vitit 2024 janë 991 raste të raportuara nga urgjencat për aksidentet me këto mjete. Midis këtyre rasteve ka pasur edhe fatalitete si dhe dëmtime shumë të rënda. Për të adresuar këtë problem dhe këtë rrezik që i vjen rendit dhe sigurisë publike dhe përdoruesve të rrugës nga përdorimi i këtyre mjeteve, ne kemi përcaktuar dhe një procedurë standarde bazuar në ligjin e Policisë së Shtetit për të adresuar këtë problem, duke ndëshkuar drejtuesit e këtyre mjeteve dhe përdorimin e këtyre mjeteve në rrugë urbane, duke përfshirë dhe trotuarët dhe duke arritur deri në bllokim administrativ të këtyre mjeteve. Te kam kërkuar Policisë së Shtetit që përkohësisht të mos lejojnë qarkullimin e monopatinave elektrike në rrugë. Gjithashtu dua të informoj të gjithë ata që e shohin monopatinën elektrike si një mënyrë biznesi për dhënien me qira ditore, duhet ta kenë të qartë që të mos investojnë në këtë aktivitet. Lejimi gjithmonë pas përfundimit të këtij procesi do të jetë i vlefshëm vetëm për përdorim vetjak të këtyre mjeteve. Ne do të hartojmë rregulla të qarta dhe të zbatueshme nga të gjithë. Do të qartësojmë një herë për gjithmonë se cilat janë korsit, rrugët apo hapësirat ku monopatinat elektrike mund të përdoren dhe ku jo. Policia e Shtetit ka nisur aksionin për bllokimin e çdo monopatine që do të jetë në qarkullim. Një aksident ndodhi sot në aksin rrugor Lushnjë-Berat. Furgoni me turist polak del nga rruga dhe përfundon në kanal duke plagosur 4 persona. Një furgon që transportonte turist polak drejt Beratit ka përfunduar në kanalin anësor të aksit rrugor Lushnjë-Berat. 4 prej turistëve janë plagosur dhe janë nisur me urgjencë në spitalin e Lushnjës, ku ndodhen nën kujdesin e mjekëve. Drejtuesi i furgonit është në gjendje më të rëndë. Policia në vendngjarje po dokumenton këtë ngjarje për të gjetur dhe shkaqet e aksidentit në afërsi të fshatit Çiflik. Sipas të dhënave të para, drejtuesi i mjetit ka humbur kontrollin. Segmenti i aksit rrugor Lushnjë-Berat vazhdon të jetë burim aksidentesh edhe pse është kërkuar që të përmirësohet si rrugë nga ngarkesa e lartë e qarkullimit të automjeteve për shkak të turizmit, por edhe për shkak se kalon nëpër të gjitha qendrat e banuara. Rriten regjistrimet e nxënësve në shkollën e mesme profesionale Petro Sota në Fier. 710 nxënësit e shohin shkollën si një mundësi të mirë për një të ardhme të sigurt në tregun e punës. Situata e krijuar së fundi në kompaninë Bankers Petroleum dhe grevat e punonjësve zbehen për këtë vit të ri shkollor 2025-2026, interesin e nxënësve të arsimit profesional në Fier në degën e naftës, duke bërë që pas 7 vitesh fluks, këtë vit të mos hapet si degë për mungesë numrash.
Sipas drejtores së shkollës së mesme profesionale Petro Sota, Arta Leka, interesi për degët e tjera të arsimit profesional në Fier sa vjen dhe shtohet, me një rritje të numrit të nxënësve të regjistruar në klasat e 10-ta, që arrin në 205, me degët më të preferuara: shërbim mjetesh transporti, TIK, elektroteknik, termohidraulik, mekanik e të tjerë. Kemi një rritje të numrit të regjistrimeve për sa i përket dhe nxënësve që vinë nga qyteti, sepse kryesisht këtu janë të regjistruar nga zonat rurale. E veçanta është që numri i nxënësve për shembull më i madh, i nxënësve të regjistruar në drejtimin shërbim mjetesh transporti. Por ajo që është për shkollën tonë, këtë vit ne kemi përfunduar dhe akreditimin e plot si shkollë, gjë që do të thotë njohje e nivelit të cilësisë së shkollës nga institucionet përkatëse. Në lidhje me arsimin profesional, pra do të thoshim që degët që janë në shkollën Petro Sota janë degë shumë të kërkuara në tregun e punës. Është drejtimi TIK, pra teknologji, informacion dhe komunikimi, elektroteknik, mekanik, shërbim mjetesh transporti, termohidraulik dhe naftë. Dhe në çdo shkollë profesionale, çdo vit bëhet procesi gjurmimit të nxënësve. Dhe nga gjurmimi i vitit kaluar, mbi 80% të nxënësve që kanë mbaruar arsimin profesional në shkollën tonë janë të punësuar në profesion. Gjë që është një arritje shumë e madhe. E veçanta e këtij viti që kaloi është që janë punësuar nxënës të drejtimit naftë në ndërmarrjet Alpetrol, bankers apo dhe kompanitë e tjera të naftës. Vetë nxënësit thonë se i kanë zgjedhur me dëshirë degët që frekuentojnë, pasi i shohin si një mundësi të mirë për një të ardhme të sigurt në tregun e punës si brenda, ashtu dhe jashtë vendit. Drejtimi informatikës është nga drejtimet më të preferuara nga nxënësit kohët e fundit. Ne gjithashtu ndjekim dhe një kurs në shkollë mbi inteligjencë artificiale, ku e dim që inteligjenca artificiale po integrohet në gjitha fushat e jetës në shoqëri. Kështu që na jep mundësinë për të qenë një hap përpara në çdo fushë të jetës, duke ndjekur këtë kurs fal shkollës Petro Sota. Në vitin e tretë në degën e informatikës, unë kam mbaruar dhe kursin e inteligjencë artificiale. Ishte një nga arsitë që solli shkolla jonë. Ishte një projekt që më mësoi shumë gjëra të reja për inteligjencën artificiale dhe bëri të mundur që të kemi një certifikat më shumë në CV-n tim. Zgjodha drejtimin e termohidraulikës si një mundësi më e mirë punësimin të arën për një ekonomi dhe një jetesë më të mirë. Ndërkohë, keni filluar edhe praktika? Si ju duket? Mendoni se mund të përshtateni? Po, praktikat janë shumë të mirë, gjithashtu me anë të drejtimit të profesorëve tanë jemi duke mësuar shumë dhe gjithashtu neve na japin mundësi që ne të shkojmë nëpër biznese të ndryshme për të mësuar në fushë. Vi nga Patosi, jam viti i tretë, zgjodha degën e termohidraulikës sepse mendova se ka një të ardhme më të mirë për tregun. Sot kjo shkollë numëron 710 nxënës nga 640 të regjistruar një vit më parë, kryesisht nga Fieri, Patosi, Roskoveci dhe Mallakastra. Ndërkohë që për të zhvilluar orët praktike, shkolla profesionale bashkëpunon me 10 biznese në qarkun e Fierit, që kanë bërë të mundur vetëm gjatë vitit të kaluar punësimin e 80% të diplomuarve. Policia e Fierit arrestoi 38 vjeçarin për armbajtje pa leje dhe zbuloi një bazë kriminale në lagjen Kastriot, ku mbaj arsenal armësh dhe municioni me qëllim shitjen te kontingjenti kriminal për kryerjen e krimeve kundër personit. Baza kriminale në lagjen Kastriot në Fier, ku mbaj arsenal armësh, pjesë armësh dhe municioni me qëllim shitjen te kontingjenti kriminal për kryerjen e krimeve kundër personit, u zbulua nga policia. Shërbimet e Komisariatit të Policisë Fier janë informuar nga gazetarët e një emisioni investigativ se një shtetas me të cilin ata kishin komunikuar në kuadër të punës së tyre posedonte pa leje një armë zjarri. Menjëherë pas informacionit, strukturat hetimore dhe operacionale të policisë së Fierit organizuan punën për të zbardhur autorsinë dhe rrethanat e rastit. Si rezultat i kësaj pune, u lokalizua shtetasi i dyshuar MR 38 vjeç banues në Fier, i cili u ndalua teksa lëviste me automjet në lagjen Kastriot. Nga kontrolli në automjet, ju gjet dhe ju sekuestrua një armë zjarri pistolet që posedoi pa leje dhe një shumë parash rreth 3.500 euro. Në vijim, shërbimet e policisë kanë kryer hetime të thelluara mbi veprimtarinë kriminale të 38 vjeçarit dhe si rezultat kanë mundësuar zbulimin e një banese aktualisht të pabanuar në lagjen Kastriot, të cilën ky shtetas e përdorte si bazë armësh, pjesë armësh dhe municioni, dyshohet për t'u ashitur grupeve kriminale.
Nga kontrolli në këtë ambient janë gjetur dhe sekuestruar 10 armëzjarri automatik, 3 nga të cilët të modifikuar me shënjestër optike dhe me vend filetimi për silenciator, një armëzjarri pistolet, një armëzjarri pistolet automatike, 2 silenciator, 9 karikator automatiku, 3 karikator pushke, 2 krëra pistolete, sasi fishekësh të kalibreve të ndryshme. Në përfundim të veprimeve të para procedurale, specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Fier arrestuan në flagrancë shtetasin MR dhe ndërkohë vijojnë të kryejnë hetime në koordinim me Prokurorinë e Fierit për të identifikuar dhe nxjerrë përpara drejtësisë shtetas të tjerë që mund të jenë implikuar në këtë veprimtari kriminale. Materialet procedurale ju referuan Prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier për veprime të mëtejshme. Familjet shqiptare shpenzojnë më shumë për ushqim sipas Instat, ndërkohë shpenzojnë më pak për arsimin. Tendenca e konsumit të familjeve shqiptare për vitin 2024 vazhdon pa ndryshime të mëdha. Një familje shqiptare harxhon më shumë për të ngrënë sipas Instat, ku bazuar tek anketa e buxhetit për vitin 2024, grupi ushqime dhe pije jo alkolike rënditet i pari në piramidën e shpenzimeve me gati 40% të buxhetit familjar. Perimet blihen më shpesh gjatë një muaji. Në një vlerë mesatare të shpenzimeve për konsum ushqimor prej gati 360 euro në muaj në një njësi ekonomike familjare përbërë mesatarisht prej 3 antarësh, të dhënat tregojnë se pas perimeve 18.9% e shumës shkon për mish dhe nën produktet e tij, si dhe për bukë dhe dritra me 15.4%. Në vitin 2024, shpenzimet për mobilim, pajisje shtëpiake dhe mirëmbajtje të banesës u rritën me 5.7% krahasuar me vitin e kaluar, pasi shpenzuan kryesisht për pajisje dhe përgatitjen e kafes, së çajit apo thekse buke. Më shumë para shkuan edhe për argëtim e kulturë. Kjo sqarohet se erdhi kryesisht nga shpenzimet më të larta për paketa turistike brenda dhe jashtë vendit. Në përgjithësi, grupet kanë rritje dhe fokusohen edhe për transport, veshje e këpucë, kurse arsimi ka rënje krahasuar me një vit më parë, duke zënë edhe hapësirën më të vogël në shpenzimet e familjeve shqiptare me vetëm 3.3% të buxhetit. Kjo lidhet kryesisht me të ardhurat e pakta, pagat e ulta, por edhe ka një mungesë interesimi apo informacioni, sidomos në zonat rurale, për arsimin në përgjithësi. Ata plotësojnë nevojat bazike, por kjo është shqetësuese sepse arsimi bën të mundur zhvillimin e shoqërisë. Të dhënat e Instat tregojnë se shqiptarët shpenzuan gjithsej për konsum rreth 70 miliard lekë në muaj. Një familje harxhon mesatarisht çdo muaj rreth 950 euro, 1.5% më shumë se vjet. Ku Tirana është qarku me shpenzimet më të larta, pas tij rezulton Korça dhe Durrësi, ndërsa më pak për konsum shpenzojnë në veri, në qarkun e Kukësit dhe Dibrës. Kosova votoi dje në zgjedhjet lokale. 17 komuna kanë dalë në balotazh. Betejë e raundit të dytë është mes vetvendosjes dhe LDK-s. Zgjedhjet vendore të së dielës në Kosovë përcaktuan në raundin e parë fituesit në 21 komuna, kurse në 17 të tjera do të shkohet në balotazh mes vetvendosjes, LDK-s dhe PDK-s. Nga 17 komuna ku do të mbahet balotazhi, vetvendosja kryeson me numrin më të lartë të kandidatëve në 12 prej tyre, ndjekur më pas nga LDK me 9 kandidatë. Kryetari i lëvizjes Vetvendosje Albin Kurti në konferencën për mediat njoftoi rezultatet e partisë në zgjedhjet lokale 2025. Në zgjedhjet e mbajtura dje, sipas rezultateve preliminare, Vetvendosja ka fituar pa balotazh në Podujev, Kamenic dhe Shtime. Me votat nga diaspora mund të dalë që e kemi fituar edhe Gjilanin pa balotazh, që i bie në 4 komunat ku kemi qeverisur në këto 4 vitet e fundit, po vazhdojmë pa balotazh. Ndërkaq jemi në balotazh në 12 nga 17 komuna sa kanë shkuar gjithsej në balotazh nëse e përfshim edhe Gjilanin aty. Të vetmet komuna ku lëvizja Vetvendosje nuk është në balotazh janë Klokoti, Sharri, Joniku, Klina dhe Theranda. Natyrisht, këto janë rezultate preliminare dhe pritet ende, dhe pritet ende numrimi i votave të diasporës dhe i votave me kusht. Mirë po këto rezultate tregojnë qartë se lëvizja jonë, jo vetëm që e ka ruajtur rritjen nga cikli në ciklin tjetër zgjedhor, por është ngritur si forca kryesore politike në Republikën e Kosovës edhe në nivelin lokal. Kjo është dhurata më e çmueshme
urimi më i mirë që kemi marrë nga populli i Kosovës në këtë 20 vjetor të lëvizjes vetëvendosje si vjet. Pjesëmarrja sipas shifrave paraprake nga KQZ ishte 39.5%, gati 4% më pak se pjesëmarrja 4 viteve më parë. Rënja pjesëmarrjes argumentohet nga ekspertët me mungesën e alternativave të besueshme, si dhe si formë revolte për ngarqin politik disa mujor në kuvend. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni dhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.